Fiorella, ju e keni fletën e votimit në duar, pra formatin që do të përdoret për të votuar në zgjedhjet e 11 majit, pikërisht për qytetarët shqiptar. A është lehtësisht e lexueshme, lehtësisht e qartë, pra edhe për qytetarët që mund të votojnë në këtë ditë për të parë se cilët janë kandidatët, cilat janë partitë, cilat janë stemat dhe të gjitha elementët që mund ta bëjnë më të lehtë votimin e tyre? Duhet thënë që Tirana do t'jetë ndoshta në përbërje më e vështira, pasi fleta e votimit do t'jetë e njëjta me përmasën të dy meqashët, por Tirana ka më shumë kandidat. Ka 37 në listë hapur dhe 12 në listë të mbyllur, pavarësisht se lista mbyllur nuk duhet të votohet, pasi nuk do të numërohet vota preferenciale. Por duhet të themi që përsa i përket Tiranës, do ta kenë të vështirë qytetarët për votën preferenciale, pasi do duhet që të hedhin një sy, do të kenë një sy më të mpret të shkuar tek kandidati tyre preferencial për shkak se jam të ngjeshura. Ndërkohë, përsa i përket çarsheve të tjera, do të jetë më e thjeshtë, pasi numri i kandidatëve në lista hapur është më i ulët, për shembull për të marrë rastin e Dibrës ku janë vetëm 5 kandidatë në listën e hapur, pasi 2 janë në listën e mbyllur dhe fleta do jetë me këto përmasa, ndërkohë numri i kandidatëve do të jetë më i lexueshëm, më i lehtë i lexueshëm për qytetarët dhe për votuesit, ndërkohë në Tiranë zgjedhësit duhet të tregohen, do të kenë një sy më të mpret për të shkuar drejt emrit preferencial, pasi përsa përket partisë apo koalicionit është më e lehtë për tu evidentuar, pasi nuk ka asnjë problematikë. Ndërkohë, por është ngjeshur vetëm emrat, lista emrave të kandidatëve në listën preferenciale. E kuptoj, pse u vendos që për të gjitha qarqet të jetë e njëjta madhësi e fletës së votimit? Sigurisht e kuptojmë sa i takon Tiranës për shkak të numrit të lartë të personave që do marrin pjesë në këtë zgjedhje janë renditur në listat e hapura dhe të mbyllura, se sigurisht emrat e tyre janë aty edhe pse nuk votohen. Pse edhe në Kukës, për shembull, që nxjerr pak deputet të jetë po e njëjta madhësi fleta? E kanë bërë për shkak edhe për të fushatës së sensibilizimit, pasi ne kemi arritur edhe të pyesen se pse është miratuar e njëjta përmasë e fletës së votimit për të gjitha qartet, pavarësisht se ka qenë fillimisht një skenar që të kemi 3 modelesh përsa i përket formateve të mallësive të ndryshme, por për shkak të fushatës së sensibilizimit, por edhe në finale kur të numërohen të gjitha votat në rast se do kemi vota të pavlefshme apo jo, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve e ka më të lehtë të ketë një fletë formati të njëjtës mallësi për dy meqashët. Edhe nga ana tjetër, përsa i përket pikërisht pikës së parë sensibilizimit, në momentin që Komisioni Qendror të Zgjedhjeve të bëjë edhe të gjithë fushatën e saj për t'i treguar dhe për të sensibilizuar dhe për t'i treguar të gjithë qytetarëve se si të votojnë, të kenë të njëjtë informatë që të mos ketë më pas edhe nga tresa, sepse fleta votimit do jetë në një qark më i madh apo një qark do të jetë më i vogël. Për këtë arsye, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka menduar që të shkojë me mallësinë 60-30 në dy meqashët dhe edhe në përfundim, kur të printohen të gjitha fletat e votimit, do jetë më thjeshtë se sa të shkojnë të bëjnë 3 formate të ndryshme fleta votimi. E kuptoj. A do të jetë i njëjti format edhe për votuesit nga diaspora? Po, do t'jetë i njëjti format dhe për votuesit në diaspor, por duhet të themi që përsa i përket vlefshmërisë të votuesve, të fletës së votimit për votuesit në diaspor, përveç se ato të cilat unë përmenda më lart përsa i përket mënyrës se si bëhet vota e vlefshme, do të kemi edhe një element tjetër. Nëse fleta e votimit apo zarfi i cili do t'jetë në fletën e votimit mund të ketë shenja, atëherë fleta e tyre do të bëhet e pavlefshme, vota e tyre do bëhet e pavlefshme, pavarësisht nëse ato kanë votuar në mënyrë korrekte, duke zgjedhur të 3 mënyra, siç e përmenda, duke votuar partinë, duke votuar kandidatin të njëjtës parti, apo duke votuar partinë dhe kandidatin të njëjtës parti, dhe edhe nëse kanë bërë të gjithë të procedurë, por kanë bërë një shenjë në fletën e votimit apo në zarfin në cilin ata kanë futur fletën e votimit, atëherë vota e tyre do të jetë e pavlefshme. Vetëm ky është ndryshimi përsa i përket votës së diasporës, ndërkohë formati dhe mënyra se si votohet është e njëjtë me ato që do votojnë brenda territorit shqiptar. E qartë, Fiorella, faleminderit për gjitha detajet që përcolli për mënyrën se si do të votojnë qytetarët e 11 maj. Sigurisht është e rëndësishme se si të informohen ata më mirë në mënyrë që vota e tyre të jetë e vlefshme në parlamentarët e këtij viti. Faleminderit.